Dhe sot inshallah të flasim për një hadith të pejgamberit alayhis salam, të cilën transmeton Buhariu në Sahihun e tij, e që pejgamberi alayhis salam i tregon për një grup njerëzish, cilën do të hinë me to, bashkë me to, me pejgamberin alayhis salam në xhenet. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ana wa kafirul yatim kahatayni fil janna." Une, e ai I cili I mbikëqyr ka dert jetimin, e këshyr ato, e ushqen ato, e veshmbath ato, për kujdeset për to, jena me të në xhenet sikur këta dy gishta bashkë me pejgamberin e sëram, me hi në xhenet me pejgamberin e sëram, e ka këtë privilegj ai I cili I mbikëqyr apo I rrin gati kujdeset për jetimat. Jetima për cilën Allahu Azza wa Jall I thot pejgamberit alayhis salam: "Alam yajidka yatiman", a nuk të kena gjetë ty, o Muhammed, jetim. Pejgamberi alayhis salam është rrit jetim. Hala pa lindi ka vdek baba. E në më shumë të vogël I ka vdek edhe nana. E Allahu Azza wa Jall shumë ajete të Kuranit na porosit neve që mu përkujdes për jetim. Nëse dojna me konë me pejgamberin alayhis salam në xhenet, do të minet gati jetima. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair." Nëse të pyesin ty o Muhammed për jetimat, thuaj se mirësia më e madhe është nëse ti përkujdesesh për ta. Nëse ti I rrin gati atyre. Në hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: ai I cili kujdeset për një nanë e cila I ka jetimat, I ka vdek burri, edhe ka met e dhe, edhe ka jetima, është sikur se luftari në rrugën e Allahut Azza wa Jall, edhe është sikur se ai I cili agjeron të ditën edhe fal namaz të natën. Shpërblimin e madh që e ka ai I cili I mbikëqyr apo I rrin gati jetima, është sikur se ma agjeru ditën, e sikur se me fal namaz natës. Ebu Darda vjen një herë te pejgamberi alayhis salam, edhe ankohet për vrasësinë e zemrës. E I thot pejgamberi alayhis salam: "A don me tregu për diçka që ka zbut zemrën?" Shpesh edhe në vllazni mbim në atë formën depresion, se s'ki vullnet, t'hu vullneti, t'hu knatësia e kësa jete, nuk din as vetë çka ki. Nuk I nej breng, nuk I nej telashe, nuk I nej sen, po mushët njeri, akumulohet njeri, shpërthen. Kjo është vërësi e zemrës. Çka njerin krejt mi pas, nuk ka luptëri shpirtërore. Shkon dikon si duket interesant, vlen diçka si duket interesant. Kjo është vërësi e zemrës. E këto ka ardhur Ebu Darda, edhe ka thonë se ka ardhur një person te pejgamberi sallallahu, e I ka thonë dërmi Allahut, qysh me shëru vërësinë e zemrës. Ka thonë pejgamberi sallallahu: "Irhamil yatim, wamsah ra'sahu, wa at'imhu min ta'amik, yalin qalbuka wa yudrik hajatak." Mëshiroje jetimin, lëmoja për gdhelja kokën e tina, ushqeje me ushqimin çka han ti, jo diçka më ekstra, çka të hajsh ti, mundo me ushqy edhe ata. Thot pejgamberi sallallahu I ki dy shpërbime. Në dynja, në ahiret falem, je me pejgamberin sallallahu në xhenet. Shpërblimi tjetër në dynja, thot jelinu qalbuk, ka mu të zbut zemra jote, ki me një qetësi shpirtërore. Që ka thonë pejgamberi sallallahu, el ghina el qalb, pasunia, nuk ka pasunia e pare, pasunia e kësaj bote. Pasunia është pasunia e zemrës. Njeri kur është I pasën zemrën e tina, edhe me konë fukare, është I pasën zemrën e tina, është I knaqën, është I lumtur. Për ata një prej se lepëve ka thonë, sikur të këshindit mbretërit,
çfarë kënaqësi e kena na shtëpi tona. Dhe pse ai fukare kishin me na hjek kryt prej inatit e prej xhelozisë. Është një njeri që është fukare po është i kënaqur. Është një njeri i cili ka krejt i ka, të në të mirat i ka. Se adin s'kajnë pasunisë, po vjen në kohë dhe Allah bre, nisë për jemi kënaqë. Që pa e ki bre, këta e ki ato, po, nga citë zemrës po thamë. E për me zbut zemrën, shpërblimi i parë është kjo. Nëse ti e mbikëqyr apo kujdeset për një jetim, shpërblimi i parë që Allah vazhdet ta qetëson zemrën tonë. E dyta, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa tudriku hajatak, edhe ki me arrit çdo nevojë që ka kite. Çdo dert, çdo sërim që ka e ki, Allahu azza wa jall ka me ta plotësu që të dëshirë, edhe ki me arrit ata. Por ata Abdullah ibn Umar radhiyallahu thuhet se gjithmonë sofrën e tina ka pas jetima që i ka urushur. I ka thirr me hangër edhe me pi në konakën e tina, në shtëpinë e tina Abdullah ibn Umar. E pejgamberi sallallahu thot për shpërblimin e nanat jetimov, ato të cilët sakrifikojnë jetën e tyre për miri që ta jetima. Shpesher kemi dëgju që ka prej nana të cilat kur i kanë vdek burrat nuk janë martu, edhe që shtojnë të na jenë buk kurban për hatër fëmijëve për miri të fëmijë. Thot pejgamberi sallallahu i pari që i ka me qelë derën e xhenetit ka me konune. I pari që i ka me qelë derën e xhenetit për me hi besimtar ka me konune, thot pejgamberi sallallahu. Thot momentin kur une du me hi, e shën një grua e cila dërë me hi para me mu. E cila dërë me hi edhe para meje. Thëm kush jetë ka dalë, une e qeli. Thot une, jam një nanë që më ka vdek buri, edhe i kom rrit jetima. Kom sakrifiku për fëmijët e mi, edhe i kom rrit jetima. Thot pejgamberi sallallahu, kom e hi, direkt me pejgamberin sallallahu, tu e qelë derën kom e hi tjerë. Aje cila sakrifikon për fëmijët e vetë. Për ata nanat janë më të mëshirshme. Buri halo të dho shpirë, gruaja ky këshirë më zbone një tjetër dhe një mëzomet. Se kjo shkoj, të gjoj një rezervë. E thot pejgamberi sallallahu, i thot sahabëve, shokët vetë, për hadithin e mëshirës, kur është një nanë që sakrifikon shumë për fëmijën e vetë, edhe i rinë gati fëmijën e vetë, e i pyet sahabët, a mendoni se kjo nanë ka mundësi me hudhë fëmijën e vetë në zjarr? Udhëz në zjarr me thonë, po dhe e hudhë. Kjo i drumi Allah, çfarë? Është e mëshirshme nanë. E thot pejgamberi sallallahu, Allahu është më i mëshirshëm ndaj robit vetë se sa kjo nanë për fëmijën e vetë. Kjo është mëshira Allahut azza wa jall. Kjo është mëshira Allahut që e ka plotën një besimtar i cili për kujdeset për jetimin. E mos flasim për dënimin e madh që e kanë ata të cilët keq përdorin pasurinë e jetimit. Kanë jetima në familjen e vet, i ka vdek vllau, shkon një merë pasurinë e djemve të vllau. Ndodhin të sanë, ka plot që jetash si ta kanë hisja kina, ka vdek vllau kry ma vetë. Hajtë se kam këta e njashtë, edhe milionat mi pas. Vazhdin zvarë me prejkë në pasurinë e jetimit. Inna alladhina ya'kuluna amwal yatama dhulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Po të Allahu zot ata të cilët e hajnë pasurinë e jetimave pa drejtësisht, le ta dinë se janë duke hangër zjarr xhenemit, janë të shti zjarr xhenemit botat e tyre, në stomakun e tyre. Dhe të ketë kujdes, kjo ajet kur ka zbrit, sahabët aq shumë janë tut, so që janë shku te pejgamberi sallallahu për më konsultu se çysh mja bose, po tut në pasurinë e jetimit me moj. Mos rastësisht pe ha në i cent pej pasunisë jetimit. Për ata ditur me konë kujdesshëm, pejgamberi sallallahu ka thonë ishte një buseba i mubiqat.
rujën e pishtat gjynohet të moje, e shirku billah, mi bo shok Allah të zëvgjit. Prej tëne, ka thonë, edhe një hongër pasunin jeti. është prej 7 gjynohet të moje, që njëri nuk din që është del para Allah të zëvgjit me këtë gjynohet. Duhet me pos kujdes. Ka vdek në një i familjes të andër, edhe kalon jetima ki kujdesu për ta. Ki shpërblim të madhë që kujdesu për ta. Rrujo mos si ha pasunin. Rrujo mos si ha pasunin. Pra ta pejgamberi sëram, në ka mësu neve që mu kujdes për jetime so që një prej thirësa dhe islam. Thot një dit, e kom po odër pejgamberi alayhi salam. Edhe ka thonë, bëni selam filanit, i biri i filanit, me emën babës, me mbi emën, bëni selam se është me mund xhenet. Tha e lypsha këtë person, qyteti ku jetoj nuk e gjeqë. Deri sa, Allah zëtë ma mundësej me shku në umre, edhe u interesojsha prapë për këtë person. Dhe disa ardhë me pejgamberi sa me fatë bëni selam, edhe thuj se me murë xhenet. Dere sa e gjetën qytetin e Riyadit. Edhe kër e pyta se qka po veprën, qfar se vapi ki buë, qka po bën, dhe kurdu, i fali 5 kote namazit, a gjëroj sot mëna, pa në esen tjetër, që se di kërkush, një vepër, s'de i keme kalzu. Dere sa i tregua se e kun pa pejgamberi sa nëmë, disa herë, duke më thonë shka bëni selam filanit, i biri filanit, me këtë bjemën se me mursh në xhenet. Pa qatë moment ja nisi me kajtë të vallahi. është një fqinje, këjshike, cila i te ka dek burit. Momentin e vdekjes, pasi që i nashku me marë gjenazën me vëros, e kumbitu e bot dua, të e lutë Allah në zërë o Allah. Mos në spërova me fukarallat mu edhe të pite mjetë. Të la pjasa i dite, nuk e din as gruja janë, as mite mi, as jetimat, rogën si të e marë gjysën e ndoj për familjen tem, gjysën një vlot e dera mu ushqyje mu vesh bafata. E këta vëllaj se di kërkosh për vetë se, Allahu të zërgjit. Kjo është vepra qka e ka shty pejgamberi alayhi salam, me inspirim për Allahu të zërgjit, mi qu selam se je me mu në xhenet. Pejgamberi sa më ka thonë, e ruja, as-saliha min Allah, andrat e mira, jënë për Allahu të zërgjit. Jënë inspirim për Allahu s.w.t. Për ata, aji cili bën vepra të mira, ka me arrit shpërblimin të Allahu të zërgjit. I ba, një sen do të me ditë vazhni se çdo sen qka të bojë, e qka e bëni, me bo sinqerisht për jitë Allah. Momenti kër të bëni diçka, janë një shejtanit vjenë edhe të folë për me bo për shqy e faqë. Bëne, në ta dinë edhe ata tjerë që përbënë, dhe të dinë edhe ta tjerë që përbënë. Thotë Allah s.w.t. in tubdu sadaqatit në ni'ma ai. Nëse jep një sadak, për hirë të Allah të zhvillë është mirësi. O in tukhfuha, o e tukhtuha il fukara fa hu khairun lakum. Nëse jep një sadak, fukarave, apo tjerëve që nuk kanë mundësi, o e tukhfuha dhe i mshefni ato, kjo është më e mirë për ju, se nuk ka mundësi me hisu e fatësinja të. Të da lusëm Allah në zërë në bëj për atë në cilët kujdesen për jetimat qka i njojmë apo qka nuk i njojmë. E lusëm Allah në zërë në mshërejt në falë për kulë, falë i hëta, vëstë të më